Ka 3 gjëra që kam mësuar nga eksperienca ose shkolla ime e jetës për të përballuar sfidat që jeta sjell. Jeta është me cikle të ndryshme. Një ditë do jesh lart, një ditë do jesh poshtë dhe është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se si të navigojmë ato ciklet e ulta të jetës që janë aty për patjetër me qëllim. Çdo gjë që na ndodh me një qëllim të caktuar. Edhe nëse ne nuk e shohim atë gjë, sepse patjetër nëse jeni duke kaluar një sfidë, na erësojnë syt, sepse jemi duke jetuar në errësirë. Kështu që një nga gjërat shumë të rëndësishme që unë kam kuptuar nga eksperienca ime është që çdo sfidë ka një qëllim. Dhe duke pasur durim, ne me kalimin e kohës e kuptojmë se cili ishte qëllimi i një sfide të caktuar. Mësimi i dytë që kam mësuar është nga çdo eksperiencë ka mësime të vyera. Nëse nuk marrim kohën tonë për të nxjerr, për të shtrydhur, le të themi si një lëng frutash, mësimet që na serviren, atëherë jemi duke kaluar një pjesë shumë të rëndësishme që mund ta përdorim kur të na duhet në të ardhmen tonë të afërt. Dhe e treta, më e rëndësishmja, është gjithmonë të kemi një qëllim për të ardhmen, një qëllim më të madh se vetja, një qëllim që ju e besoni, një qëllim që ju bën të lumtur, një qëllim që ju jep atë, le të themi, lëngun e jetës, atë gjën që ju zgjon në mëngjes, atë gjën që duke parë ose duke idejuar ose duke pozicionuar aty, le të themi kjo gjë që po kaloni tani bëhet më pak e rëndësishme, sepse ju e dini që ka një gjë më të madhe që ju pret në të ardhmen tuaj, të afërt, por edhe të largët. Faleminderit që më ndiqni dhe më ndiqni për më shumë video të tilla.